Mia, dhe më thënë, ato sa po tash problem ato sakrifica që ki bo ti si prind. Po ma shpërblen, në përgjithësi po ma shpërblen. Ka shkojnë atua edhe mu e marrin, na marrin neve si prind, na marrin me veti, na për pushime, do me thonë nuk na ndajnë as pak. Gjithë jemi zbashime, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Turqi. Edhe në Turqi? Edhe në Turqi, po edhe në Dubai shkojmë, edhe në Dubai kemi qenë 2-3 herë familjarisht. Përshëndetje. Përshëndetje. Qështë kem? Mirë, faleminderit Shumë. shumë. Kalon? Për bukuri, shumë bukur. Prej kajt po na vjen? Po ve prej Luginës, prej Preshevës. Hajde, një trim Preshevar. Faleminderit. A jetoni në Presheva, jo është? Jo, jetojmë në Zvicër. A, në Zvicër. Po. Qysh po kalon pushim, a jetu knaq? Valla to knaq, edhe jashtëzakonisht to knaq, me familje, me farefis, me gjithë. Po sigurisht kur provim Kosovë, edhe më tepër po knaqemi zemra këtu jeta e gjallë, jeta po ka gjallëri. Preshev, edhe atje jemi mirë mo, sigur kër Kosovë nuk jemi. Si në Kosovë? Çka pjo tërhe Kosova shumë? Po, si me thonë, Kosova po na tërheq përgjithësi me natyrën, me mikpritjen, me të gjitha, A pjo presin mirë në Kosovë? Shumë bukur. Super. Super. Për mua në ku s'ban? Jo, as pak. Cila është ajo pritja bujare si pas teje në Kosovë që na Kosovare dimi i prit? Po, mas shumë të mikpritja, busjeshja, neve puna prapë si Preshevar, si Luginas, puna presin edhe me një respekt edhe më të naltë. është e mirë. Atje jetoni me familje jashtë? Po, me familje, me gjithë me familje. Sa fëmijë i kim falë? I kam 2 vajza, 2 vajza. e 4 nipa e me jesa. Po. Po të rëvan, kështu, sa i përket të jetosh jashtë me fëmijë, sa mund është t'i kohën ja kushtu fëmijëve me qenë afër tyre? Po tash më zi jam në penzion, tash që 2 vite e gjys, tash po knaqem edhe me nipa me mbesa. Deri sa kem punu, shumë pak kem pas mundësia dhe me nejtë me thmi, por jemi mundu, gjithashtu mi shkollu, mi pavarësu me të gjitha. Tash janë pavarësu, punojnë gjithë, krejt janë pavarësume, martume, edhe ndihem shumë i knaqur. Sa janë fëmija, dhe më thënë, ato sa po tash problem ato sakrifica që ki bo ti si prind? Po ma shpërblen, në përgjithësi po ma shpërblen, se tash ka shkojnë atua edhe mu e marrin, na marrin neve si prind, na marrin me veti, na për pushime, do me thonë nuk na ndajnë as pak. Gjithë jemi zbashkën, pushime, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Turqi. Edhe në Turqi? Edhe në Turqi, po edhe në Dubai shkojmë, edhe në Dubai kemi qenë 2-3 herë familjarisht, do me thonë jemi tepër të knaqër me fëmija. Familje shëmbullore, që ta pas kënë shpërlit aman kështot. Faleminderit. Që ka më të për ata fëmi që nuk janë mirë njohës prindëve, për gjitha ato sakrifica që? Po, une vjen keq për ata prindë që si do me thonë, fëmija tyre nuk i respektojnë ndashto, po edhe nuk i kushtojnë kujdes sa duhet. Ndoshta kanë nevojë ata në pleshëri kujdes më të tepërt, më të madh për prindët e tyre. Kështu që i kisha apelu që ti kushtojnë pak më tepër respekt prindërve. Edhe ti këshyrin e ti bajnë me veti, do me thonë t'janë pranë tyne, pranë prindërve. Sa shumë i mirë. Përshëndes, të uroj shëndet. Faleminderit edhe unë ju përshëndes. Shimet mira. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit.